Misia, një histori e ndërlikuar dhe udhëzime për të vërtetën e vlerës së saj. Misia është një nga ato ndjenja që nuk mund të matet, as nuk mund të thuhet se është e dukshme në çdo moment të jetës. Por, ajo është gjithmonë aty, ndonjëherë e shndritshme dhe e thjeshtë, ndonjëherë e errët dhe e turbull, por gjithmonë e rëndësishme. Si shumë aspekte të tjera të jetës, misia nuk është e përjetshme pa përpjekje. Dhe, shpesh, ajo është një marrëdhënie që përmban ndjesi të ndryshme, si besimi, dhimbja, gëzimi dhe humbja. Kur flasim për misinë, shpesh ne mendojmë për marrëdhëniet që kemi pasur gjatë viteve, për të tjerët që na kanë qëndruar afër në momentet e vështira, dhe për ata që kemi festuar sukseset me ta. Por, si çdo marrëdhënie tjetër, misia ka një natyrë të thellë dhe të ndërlikuar. Ajo është një ndërthurje e ndjenjave të larta dhe uljeve të dhimbshme. Të kesh një mik të vërtet është një bekim, por të mbash një misi të vërtet është një detyrë. Shpesh, misia përballet me provat e besnikërisë, durimit dhe dhimbjes që ndodhin natyrshëm gjatë jetës. Misia shpesh ka një faqe të errët, atë të shgënjimit. Kur dikush që mendon se është mik të lëndon, ndihesh i humbur. E ndjen se diçka e shenjtë u shkatërrua dhe ndjenja e humbjes është e thellë. Pas një ndarje miqësore, vjen ndjenja e boshllëkut dhe dyshimi në lidhje me vlerën e misive të ardhshme. Ky është momenti kur duhen pyetur pyetje të mëdha: a vlen ta besosh përsëri dikë? A është misia vetëm një ndjenjë që ne e krijojmë në mendjen tonë dhe nuk është asgjë tjetër përveç se një ndihmë për të kaluar periudha të vështira? Megjithatë, misia është një mundësi për rritje. Ajo është një mundësi për të mësuar jo vetëm për të tjerët, por edhe për veten. Ajo të mëson durimin, vetkontrollin dhe ndihmën pa kushte. Nuk ka misi pa sfida, dhe këto sfida janë mundësia për të matur vlerën e asaj që na lidh me dikë. Kjo është arsyeja pse disa misi janë të përjetshme, ndërsa të tjerat shohen në momentin kur njerëzit ndryshojnë ose kur mungon angazhimi dhe përpjekja reciproke. Për të pasur një misi të shëndetshme dhe të qëndrueshme, kërkohen disa cilësi të domosdoshme. Para se gjithash, besimi është themeli i çdo marrëdhënieje të mirë. Kur nuk mund të besosh dikë, misia nuk mund të rritet. Por besimi nuk vjen lehtësisht, ai duhet të ndërtuar ngadalë dhe të ruhet me kujdes. Ky është një nga arsyet që misitë që kalojnë përmes provave të jetës, si humbjet e mëdha ose periudhat e vështira, janë shpesh më të forta dhe më të vlefshme. Një tjetër element i rëndësishëm i misisë është përkrahja. Mikët janë aty për të ndihmuar, për të dhënë këshilla, për të kaluar kohë të këndshme, por gjithashtu dhe për të mbështetur në momentet e vështira. Një mik i vërtet është atje për të përballuar vështirësitë me ty, ai nuk të lë vetëm. Ai është aty në mënyrë të heshtur dhe të fortë, duke ofruar gjithçka që mundet për të ndihmuar të kalosh pengesat. Një misi e shëndetshme është gjithashtu një partneritet i bazuar në ndihmën reciproke, ku të dy palët janë të gatshme të japin dhe të marrin, por, ashtu si çdo marrëdhënie tjetër, misia ka nevojë për komunikim të hapur. Nuk mund të kesh misi të mirë pa ndarë mendimet, ndjenjat dhe shqetësimet me njëri tjetrin. Komunikimi është shtylla e çdo lidhjeje të shëndetshme dhe mbajtja e një misie kërkon vëmendje dhe përkushtim në këtë drejtim. Gjatë viteve, ne mund të ndjejmë se miqtë e vjetër nuk na kuptojnë më, ose se bisedat që dikur ishin të pasura me kuptim, tani janë më të shkurtra dhe më të thjeshta. Por kjo është gjithashtu pjesë e procesit të rritjes. Të dyja palët mund të kalojnë në faza të ndryshme të jetës dhe kjo kërkon përshtatje. Përtej të gjitha këtyre, një nga mësimet më të rëndësishme që mund të nxjerrim nga misia është se ajo kërkon pranim dhe kuptim të plotë të njëri tjetrit. Mikët e vërtet nuk kërkojnë që të ndryshoni për të përmbushur standardet e tyre. Ata të pranojnë ashtu siç je, me të gjitha gabimet dhe virtytet e tua. Ata janë aty për të mbështetur, jo për të gjykuar. Të kesh një mik të vërtet është të kesh dikë që të njeh thellë, që di cilat janë dobësitë e tua dhe që ende të respekton dhe të do ashtu siç je. Dhe ndonjëherë, në këtë udhëtim të gjatë të jetës, ne duam të kujtojmë se misia është gjithashtu një udhëtim me vetveten. Ajo është një mundësi për të reflektuar mbi kush jemi dhe se si ne mund të bëjmë më të mirën për të tjerët.
Ajo është një mundësi për të rritur nivelin e dashurisë dhe të kujdesit për njerëzit që na rrethojnë, por gjithashtu dhe për të rritur vetvlerësimin dhe fuqinë e brendshme. Në fund të fundit, miqësia është një marrëdhënie që kalon përmes momenteve të bukura dhe të dhimbshme, përmes viteve të pasura dhe të thjeshta. Ajo është e pamundur të thuhet se është gjithmonë e përsosur, por është gjithmonë e vlefshme. Dhe, për ta mbajtur atë të fortë dhe të qëndrueshme, ne duhet të kujdesemi për të me dashuri, besim dhe vullnet për të rritur së bashku. Të gjithë ne kemi nevojë për miq, por gjithashtu duhet të jemi të gatshëm të ofrojmë atë që ata kanë nevojë prej nesh, mbështetje, dashuri dhe besim pa kushte.